E jemi këtu pranë pianos, të gjithë afër pianos, të gjithë maturant. Sa mirë është të ndjesh maturant. Bilen nga nostalgjia që t'je maturant, dikur e kam këndu një këngë. Hej, maturant. E sonte jemi bashtu, jemi me maturantët e shkollës, me një emër shumë të madh, shkollës të madhe, e të dashur, simbol, emblem të kryeqytetit e kemi. Eqrem Qabej! I kemi këtu edhe profesor të nderuar, i kemi këtu. Ashtë mirë tash jo këngën maturant, atmosferën maturant. Mahmut, falinderit, je bo simbol, ka përplot gjithandej këngë të maturantëve. Qfar maturantet, qfar më shumë keni këndu këtë vit? Këto këngë të maturantëve? Ha, kush na flet, kush na thot? A nuk flasin qështu, veç këndojnë to? A flet profesor? Po mirë, hajde, aja këto afer, aja. Qa keni këndu këtë vit më shumë? A i këndoni ato këngë dite e të është gjillu e na bishkolle me Jo, zakonisht gjitha zhandrët i kemi këndu. Nëse ke fjallin për mbrëmjet maturës, kemi pas dhe më thonë të gjitha zhandrë, kemi pas këngë popullore, po ashtu edhe DJ. Shtu që i kemi pas disa për mbledhje. Mbrëmje bukur, jeni knaq? Shumë bukur, nuk përshkruhet me fjallin. A kështu përsërit prap? Po, gjithsesi.
Mirë, kush ka qenë frontmeni, këngëtari I parë? Kanë keni pas për maturë? Profesorin Mahmud Ferratin. A Mahmudin? Cilin e falenderojmë shumë. E falenderojmë shumë në emër të gjithë shkollës se me të vërtetë ka bërë një atmosferë shumë të bukur. Aha, a I keni edhe ata, I keni do lider zakonisht maturantët që knojnë ata? Pro bendin e kemi pas? Jo mendoj do lider, flas kështu, këngëtar, kori I shkollës, këngëtar, jo dyja këndon ja, po? Çka doni më na këndu diçka të bukur? Ha, a këndon ti? Jo. Jo? Jo. A ndëgjon? Po. A ndëgjon mirë, a vallëzon? Po, patjetër. Mirë shumë. Atëherë çka doni më na këndu? Ha teze, çka do më këndu? Sonte do të këndojmë një këngë prej Agim të Jecit. Po? Është Çaj gitarja ime, e kemi përgatitur edhe për programin e shkollës. Me ndihmën e profesorit, shpresoj t'ju pëlqejë edhe juve. Okej, hajde ofrohemi, e kemi maestro Benin këtu. Hajde maestro, Çaj gitarja ime ishta? Diçka me çajt, ne? Masi fundi I vitit. Çaj gitarja ime, një këngë për dashuri, jo një këngë kareje, po një elegji, po një elegji. Lëshoje zarin tan, ku do letje hoj, do shta dikular, ajo më dëgjon, ajo më dëgjon. Mua më haroj, tjetrin përqafoj, bukurin e saj, tjetri e shijoj. Mua më haroj, tjetrin përqafoj, bukurin e saj, tjetri e shijoj. Çaj gitarja ime, sonte mos pusho, për mua s'ka jet, vetëm ti bajtoj, vetëm ti bajtoj. Mua më haroj, tjetrin përqafoj, bukurin e saj, tjetri e shijoj. Mua më haroj, tjetrin përqafoj, bukurin e saj, tjetri e shijoj. Bukurin e saj, tjetri e shijoj. Profesor Gjymshit, faleminderit shumë që jemi ne, sigurisht do në mi përshëndet në zonësa tua, po? A i në kontë mirë? Na ju faleminderit për ftesën, ju uroj sukses edhe në punën e juaj, por sidomos fundi I vitit përshëndetjet më të sinqerta dhe më të forta I kam për maturantët. Si zakonisht që kanë qenë të mirë, u shifën tash me këtë këngë, kështu kanë qenë edhe në shkollë dhe në mësime. Edhe në mësime. A ja japim profesorit tjetër nderuar mikrofonit, faleminderit. Profesor, a ju kanë dëgju? Gjithmonë. A kanë mësu? Gjithmonë. A jeni lumtur për atë volumin e nxënësve të mirë që I keni? Patjetër. Na ime pa më dhe më herët profesorin Recep, I cili kishte 80 ca vite the, edhe ishte shumë I kthjellët, ishte shumë I sinqert, ashtu jemi edhe ne, sepse punojmë gjithmonë me të rinj, me këta djemë dhe vasha, edhe ne gjithmonë mbetemi të rinj. Pa marrë parasysh se jemi thinjur nga pak kështu, në shpirt, mbetemi të rinj sepse punojmë një gjeneratë të re. Okej. Tash shumë faleminderit që jeni bashkë me ne sonte. Pak një copës, një pjesë nga jeta e maturantëve, nga mbrëmja e maturantëve. Janë mujt e maturantëve, çdo vit na përsëritet kjo. Ka pak ndarje, ka pak lot, ka pak gëzim, ka pak këngë, ka pak, cili është akordi? Maturant, o maturant,
edhe kjo natë po na shkon, maturant, o maturant, moshatoris na bashkon. Maturant, o maturant, edhe kjo natë po na shkon, maturant, o maturant, moshatoris na bashkon. Me shumë duar trokitje, shumë falinderit që ishim me ne, shumë falinderit Mahmut.